Rreth 18 organizata dhe nisma të shoqërisë civile i kanë paraqitur së bashku një parashtresë zyrtare qeverisë, duke kërkuar veprime urgjente për të rishpallur dhe mbrojtur parkun kombëtar të Mavrovës në përputhje me dispozitat ligjore. Kërkojnë të përfundojnë urgjent procesi i rishpalljes së parkut kombëtar të Mavrovës dhe të sigurojnë mbrojtja e vërtetë e vlerave natyrore të zonës. Ata shprehin shqetësim për procesin e gjatë të transformimit të parkut kombëtar sipas legjislacionit ekzistues dhe standardeve ndërkombëtare. Согласно законските одредби, односно законот кој е донесен во 2004 година и понатаму во 2007, даден е рок на сите постојни заштитени подрачја да се репрогласат, односно да направат студии за валоризација на вредностите на тие заштитени подрачја по нови стандарди. Затоа Маврово останува национален парк, но е потребно да направи ажурирање на сите податоци за да може да направи ново зонирање и нов план за управување со заштитеното подрачје. За жал тоа не е случено во последните 12 години. Пора ka ndërtimet e egra në Mavrov. Не може да кажеме со сигурност, бидејќи ги немаме документите кои се дивоградби, а кои не се дивоградби, но може да потврдиме вештината на органите за да ги избегнат за законските обврски. Значи можно е да се изгради парк кој ќе биде во согласно со законите, меѓутоа она што се наоѓа во националниот парк не е тоа што треба да биде. Значи згради во националниот парк можеби се единствените во Република Македонија. Organizatat thonë se ligji për rishpalljen e parkut kombëtar të Mavrovës dhe plani menaxhimit të tij nuk janë miratuar. Janë raportuar parregullsi të shumta dhe aktivitete të paligjshme në park, por nuk janë sanksionuar. Sipas organizatave, afërsisht 80% e financimit të institucionit publik Parku Kombëtar i Mavrovës vjen nga prerja e pyjeve dhe është vërejtur një rënje specieve të kafshëve të mbrojtura në park.